Ylli i shëndritshëm i mëngjesit. Unë, Jezusi, dërgova ëngjëllin tim për t'ju dëshmuar në përkisha. Unë jam ylli i shëndritshëm i mëngjesit. Zbulesa, kapitulli 22, vargu 16. Mesazhi përfundimtar i librit të Zbulesës na pikturon bukuritë të mrekullueshme të tokës së re, që do të dëshmojnë kur Krishti do të rikrijojë çdo gjë. Në këtë vend të mahnitshëm të veprimtarisë, Jezusi i shpall njerëzve të tij disa herë që ai është ylli i shëndritshëm i mëngjesit të Edenit të ri. Kjo shpallje është veçanërisht e përshtatshme për shkakun që ylli i mëngjesit gjithmonë është i shëndritshëm pikërisht në errësirën para agimit. Ylli i mëngjesit është lajmëtari qiellor që shpall. Një ditë e re po agon. Ai na jep shpresë, mendive pozitive dhe gëzim për një fillim të ri. Ylli i mëngjesit e çan errësirën e natës dhe shpall një agim të ri. Pas një nate të gjatë në pritje, ylli i mëngjesit na dhuron një shpresë të re. Kur koha ishte përmbushur, Krishti erdhi si Mesia dhe shpëtimtari i pritur i botës. Vendlindjen e tij në Betlehem e tregoi ylli udhëheqës. Ardhja e parë e Jezusit ishte përmbushja prekëse e profecisë mesianike rreth yllit të shëndritshëm të mëngjesit. Njerëzit kishin pritur për një kohë shumë të gjatë. Ardhja e Krishtit dhuron shpëtim për çdo njeri që beson dhe pranon atë si Zot. Duke pritur agimin e ditës që na ka premtuar Zoti, le të inkurajohemi nga këto fjalë pozitive. Ai, pra, Krishti, është ylli i shëndritshëm i mëngjesit që ndriçon edhe në errësirën e kësaj bote mëkatare. Ai është drita e botës, dhe çdo kush që i dorëzon zemrën e tij, Jezusi do të gjejë paqe. Ai është drita e botës, dhe çdo kush që i dorëzon zemrën e tij, Jezusit do të gjejë paqe, prehje dhe gëzim. Lutja ime sot. O Zot, unë lutem që ylli i shëndritshëm i mëngjesit të më dhurojë shpresë për një ditë të re. Amen.